Është hera e parë që organizohet në Pogradec një koncert i gjithi me këngë dhe valle popullore shqiptare. Përmes tyre u shpalos tradita e vendit tonë në vite, duke përfaqësuar gjithë trevat e Shqipërisë. Koreografe e koncertit ishte Geliana Elmaslari, ndërsa udhëheqës artistik muzikor Pullum Klikollari. Shfaqja u organizua nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në kuadër të sezonit turistik veror që ka përfshirë Pogradecin. Shfaqja u dha në sallën e Teatrit të Kukullave në qytet dhe fitoi duar trokitje të zjarrta të publikut në sallë. Vallet zën vend të madh në folklorin koreografik. Ato luajnë kryesisht nga gratë, më pak nga burrat ose gra e burra bashkë. Llojet e tyre janë vallet rituale, vallet erotike, vallet humoristike dhe vallet pantomim. Vallet janë lirike dhe epike dhe karakterizohen nga forca, buria, trimëria, karakteri luftarak, madhështia e tjerë. Vallet luajnë kryesisht nga burra dhe është fjala për vallet epike. Në disa valle ka gërshetim të lirikës me epikën dhe anasjelljes të epikës me lirikën.